Dhe tani, Enkel Demi, Greta Togani, Edi Oga dhe Glen Laknori sjellin Kape Renën. Kaperina nuk ja u sollëm ne, atë e gjetëm këtu mes jush. Që mos dezinformoni, mos bëni sigla të prapambetura. Mos gënjeni, gënjeshtrat ju çojnë në ferr. Ma morë nga sheshi Skënderbej. S'ka problem, ne shkojmë vejmë prapë aty. Sa është përmendur Skënderbeu këtë javë, domethënë nuk. Është kështu, është in. Megjithatë, si jeni vëllezër e motra, shok dhe shoqe me ashtu dhe më ashtu. Gënjeshtra i ka këmbë të shkurtra. Fare, ka dhe gjata. Si kisha thënë ndonjëherë, thash sot për parë. E ka thënë dhe çunim kopësh. Tani kam një pyetje për audiencën. Por mbi dia kur kam parasysh audiencën, të drejtohem ty Egim. Me këto shprehje që kemi thënë ai është Skënderbeu ynë etj. Mbasi dole Hamza, qëndrojnë apo fshihen? Si dush. Do të thotë do t'i mbash i bën save. Nëse do t'i bëj bën deletoll. Varet se si. Është çështje kështu domethënë. Ka zgjidhje procedurore. Apo kanë apo atëherë na kanë rrit kur kanë thënë që ai është Skënderbeu. Kjo e dyta që the. Pra po s'ka marrë vesh kur sa i lartë është si njeri. Me kate, se nuk përdoret i gjatë, përdoret i lartë për një ditë. I gjatë është tjetër gjë për gjatësi. I gjatë është vetëm njëri. Pra se kemi kuptuar. Sa vet lashësia e tij. Okej. Pra më pëlqen poezia jote, metaforat e këto. Është eksitojnë. Bën diferencë. Nëse e përshëndesim erojin do kombëtar. Ai është na sheh nga lart. E përshëndesim. Jo nga lart. Jo nga lart. Cili? Për kë ero kombëtar? Po flasim për Skënderbeun. Edi Ramën e kishon. Jo, po flasim për Skënderbeun. Edi Ramën e shohim edhe e prekim. Është 2 metra 2 Fol për vete. Unë nuk e prek Edi Ramën. Si e prekim në kuptimin konkret. Metaforikisht. Patjetër. Kështu që saburë kemi filluar me levare quhet muzikë. Do të thotë pa përse op thjesht hym. Ne kemi nisur besot Kape Renën, që është një program që prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje. Ky program mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe dëgohet në Club FM Shqipëri dhe në Club FM Kosovë. Por ndërkohë ju mund na ndiqni nëpërmjet me anë të aplikacionit. Nëpërmjet aplikacionit që quhet Club FM. Radio Club. Është edhe një mënyrë tjetër është ky komshu përballë, sapim dritare na dëgjon live. Ne kemi edhe një mundësi tjetër në Google, ke webi i asaj, kështu që gjitha mundësitë all over the world, domethënë janë të. Se kemi thënë kur jemi në Twitch. Po, Twitch. Live në Twitch. Në Twitch. Kjo Twitch është sharje apo është? Ja, nuk është sharje, është dimonicionësh. Ibrahimovic i thon shkurt Twitch. E kuptova. Kujtova se ishte do më vite nga gjuha shqipe. Do më kemi fjala touch. Fjala kriç. Janë gjitha këto me Twitch. Edhe lidhen këto. Google ka qenë sa lidhen, por nuk ka rëndësi, nuk na duan këto. Nuk thash të mbiemrin. Jo, s'ka rëndësi, më mund të jetë edhe mbiemri i pari, siç kanë italianët. Google Toçi për shembull. Inversion. Po çau bën nga Kosova, u zgjidh? Nga Kosova Albini tha jo, tha s'bëhet. Prapë? Ka shkuar në zgjedhje. Kosova do të ketë zgjedhje për herë të parë në këto 2 javë. Domethënë Kosova hyri në krizë. Ishte, po tani hyri në dhe është shumë e thjeshtë, koleg. Po nuk më do unë bëj Vjosën presidente, Vjosa takon presidentin Trump dhe unë bëhem mua. Jo, motor. Po tani Vjosa me kë është? Vjosa do ta përcaktoj sot pas ditës, do ulet me ca njerëz. A e petje Parisin me? E pam. Besoj që është maksimumi i futbollit planetar. Patjetër. Se 9 gola për 2 ekipe shumë të mëdha. Ndeshjet më të bukura ever. Vërtet? Po ato me futbollin total i mban mend? Edhe Reali ka qenë javës së para 2 javëve. Besoj që edhe në 9-ja. Ato që shëmtuara do futbolli total. Megjithatë unë them që kjo është çështje mundësish, çështje teknologjie, çështje kamera, se më mend para 2 vjetësh kur luajti me Fiorentinën, kena bën një 6-4 për skuadrën tonë, ku 5 gola i bëra vet. Vërtet? Po ti duhet ta kishe dokumentuar Keli. Shiko, 5 gola ta kishe dokumentuar shpirt. Përfshir 3 autogola. Po ja dhe kjo, po duhet ta kishe dokumentuar zemër. Por pastaj më doli gjumi. Kishe vënë qeset e organit. Se janë sa ëndra që dalin për këtë doktorin. Që dalin nga Irani të rejat e fundit. Mirë janë. Eksitojnë. Po i mban koha, po i mban. Zgjidh njëri këto halla apo jo? Se Reuters ishte shumë i shqetësuar. Pse çfarë thoshte? Që Trumpi do që me mbyll, po ashtu është i mohabet si s'po e mbyll. Reuters i kishte folur për panelet diellor për energjinë solare të Shqipërisë. E tha, është modeli dhe fuqia sot për sot.
e Ballkanit dhe jepjes së Evropës, sepse furnizohet Amerikë vetëm mbas fuqive të veta. Me vërtet. Dashka me shku në Shqipëri. Reuters, më që referohet kolegu Reuters. Merre ke dokumente. Ai Reuters. Sa vjeç ke qenë në kohën e shokut Veri? Unë 81 kam lind. Ja, llogaritë vetë. Sa duash. Shiko, kur ke lindje Veri kishte marrë punë. Po, ka 5 ka fix fare, po ka qenë. Por mban mend që e kemi prodhu bukën me forcat tona? Në 79 thamë nuk kemi nevojë fare. Po juve kush ju furnizoi me energji? Dielli. Babi kur me Amin. Me vajkuri bësh gjithë, me vajkuri. Aty ku skuqej specat, ishte edhe momenti ku bënin shkarkime të ujrat e maletës. Tani më shara fjalat e kjo puna e krizës në Iran. Kam një ide që të hapim një temë ditën e sotme. Vetëm nëse ka krizë. Sipas jush, kush do ta kishte zgjidhur më shpejt këtë krizën e Iranit? Albin Kurti, Edi Rama, apo Bajram Begaj? Me thonë super temë. Atëherë, po e fillojmë kështu. E fillojmë bashkë këtu mes nesh. Në studio dhe më tej. Unë besoj që e kisha zgjidhur Edi Rama. Për shkak të diplomacisë, e ka të shkëlqyer. Ky tjetri, me gjithë respektin, presidenti e ka zyrë në zën. Kuptoj. Se nga që i tha Erdoganit ma bën çipë të madhe, edhe ato e dëgjuan direkt dhe presidenca nuk punon praktikisht. Ashtu kanë marrë një ambient me qira. Kurse Albini po e shohim si po shkëlqen politika e Kosovës, me gjithë respektin, domethënë, po nuk ka qenë në historinë saj si shtet më mirë se tashmë. Më mirë s'ka qenë. Domethënë ka pas më shumë shtet kur s'kishte sa tani. Koleg, ti çfarë mendimi ke? Kush e zgjidh? Unë votoj për komandantin e përgjithshëm të forcave të armatosura që në rast lufte nuk është Edi Rama, me gjithë dëshirën që rast ne tham të zgjidhim krizën, jo ta pushtojmë. Tash doktorin do zgjedh më. Është Bajram Begaj, i cili ka uniform XXS. Okej. Dhe bën më shpejt nga gjithë kuptohet, nëse i thotë i llafa i madhi. Po i tha i madhi du shpejt e po shpejt. Un kam një bindje absolute që e zgjidh Albin Kurti. E dia koleg për të zgjodha Bajram. Po ti e ke parasysh këtë Prishtinën si qytet, ai s'e ka parasysh. Prandaj zgjidh, është shumë e thjeshtë. Jo, unë mendoj në fakt se Kurti ka si shumë mira negociues, ai do përpiqej. Po duket negociante. Jo, po e shohim do 5 vjet Kosovën prandaj. Duket vetëm zgjedhje. Okej, se bëj çka. E bën këtë punë. Aha, e parë se ç'bëra aty. Ti do smerresh fare lale, edhe kaq. Edhe unë mendoj si e kisha, Edi Rama do ta kishte zgjedhur patjetër, sepse ti punon në sy, domethënë që duken edhe patronazhiste. Niten këto aleancat underground mes Çipegës. Këto opinionin e vet. Unë si të lutem të shpreh opinionin tim. Të shpreh opinionin tim. Opinioni im ishte që Edi Rama sepse të mbante një fjalim aq të gjatë sa kriza do ikte vet. Thoshte kush merret me këtë. O Greta do të bëj një pyetje kështu. Patjetër. Në këto që janë këto protestat kombëtare, pjesëmarrjen e keni kështu me listë, keni detyrim? Jo, mua rastisht gjithmonë që jam me Kelin këtu në program, pastaj e detyroj atë që të shkojmë bashkë. Pastaj dilin të dy. Flavio, si folën me Metën apo jeni që ja tani do të them se kishte dërguar Flavios një letër që e kishte postuar dhe ishte shkruar që jam në tek burgu ku është zoti Meta. Po, edhe më sot në program. Atë çnjerzonin atje. Po. Me merret shumë keq. Edhe mua merret keq. Jo, në këtë rast gardh keq të mua. Atëherë, me që jemi këtu, do si transformohet njeriu. Mos harroni të na shkruani pikërisht, sipas jush, cili e zgjidh krizën e Iranit më shpejt, Albin Kurti, Edi Rama apo Bajram Begaj? A mund të them një numër që e di përmendsh? Që i përket territorit shqiptar ose republikës së territorit kaqëdhënë shqiptare. Ose monarkisë. Ashtu. 069 20 70 222. Pra 32 në fund, ha. Dhe +33 4955 1144 nëse na drejtoheni nga Albin Kurti. Tani un kam përshtypjen se kështu nuk na dërgon njëri mesazhe. +33 4955 1144. Kjo se duket si tallje kjo, po ka një histori, është e Kaperrenën e para. Alo. Alo. Po ju ka Xhallazi, po Xhallazi, si jeni Xhallazi? Check and form. Po edhe radio më duket e bukur ti ma. E bukur është, e bukur. Shikoj se ka momentin Greta. Se jo kam vënë, kam qenë një flima, domethënë kam qenë jam i gjik, po a di se kam qenë apo jo. Pasa kam qenë dhe bukurosh. Kam pyetur, po s'ke qenë vëmend. Te kjo bukuroshi nuk është se jemi entuziastë. Në dimër isha 1.90, ja, në dimër në verë isha 1.75, po mbashme. Nuk e di se kuptoj pse, po. Nuk ka një arsye, domethënë fizike. Nuk ka arsye, ka janë rrymat. Po ndoshta. Si ke qenë, si të ka shku java? Po mirë, ja, ashtu ja. Ti ka energjik Xhallazi. Marroj pensioni dati 23 mbyllëm pse. E më mirë se vjet tjetri. E menaxhon çik mirë edhe kaq. Kështu me çfarë ndoha nuk është.
Nga po na merr. Për këtë ditë. Nga po na merr. Po, unë jam të shtëpia Nipit. Sa mirë. Jam të shtëpia Nipit. Është kjo java pa pension. Më tha, kam lënë telefon, po i zile tha që po të kesh ai hall. Po ju marrë me telefonin Nipit. Nipin e ke nga 36. Nipin e ke të vajza apo djalit? Në fakt është unë i vllajt. Vllajt, okay. Vllai e la familjen, do të thënë u lidh me një se kemi kështu si traditë, do të thënë morë një shoqë, një vajzë e qartë. Bukur i në Brazil, i në Skarpë gjatë. Në Brazil. Ka lënë amanet një pas. Në Gurachao. Mi mbaj tha që ka lëma që 42 vjeç është i madhi. Mi trajtoj çik mirë. 42 vjeç. Po mi besoj që i mban mirë, po e çon amanetin deri në përjetësi. Po besoj se po. Tash se ti më ban mua, jep unë mbaro pensionin mua, ku do? Keni fito. Ja të drejtë ka. Keni fito. E them Nipit. Që më merr që më nga këto kakalet të thellësisë. Më ka këto. Ai jo ka thënë nga ama. E kuptoj. Je që flasim çik për temën sot apo nuk do? Po flasim çat do shpirti i bukur i asaj gocës, çat do. Ja, ato do të thënë, do ta thot Greta me që ke një lloj kështu feeling po na jemi me ty na ke, po ti dukesh që ke mjekër mustaj. U ka çfarë? Jo, dakor, po takon duhet që ta bëja pyetjen me pusjeshën e saj. Të drejtën pas kamerës pamje. Nga ana ime. Sigurisht, po më bëri të kam thënë. Xhallazi, përshëndetje, se mendova. Përshëndetje zemra vogël. Mendova se kishe shkuar. Se ti di kështu, pas kam një shtëpi prandaj. Hiqe dorën që ty Xhallazi, hiqe dorën që. Asaj pastruese nuk është. Po flisim për këtë krizën e Iranit. Kush mendon se do ta zgjidhte më shpejt? Sipas teje. Do kisha zgjidhur vetë. Vërtet? Po të ma kishin dhënë mua që na zgjidhet më jepshin 3.000 euro aq. Me 3.000 euro? Ky është vetë besim. Po ti e merje vetë. Dhe zgjedhja shumë e thjeshtë, shumë e thjeshtë. Si do ishe zgjidhur? Po i lutem. Do fusim në lojë kinën. Në kinën, në lojë. Do fus në lojë kinën. Do fus në lojë kinën. Do e thosha Mao se duhet Mao. Ka veti i gjallë, si dhe bëhe tani se tani është problemi. Po se jam të njutë këtu poshtë me lametina. Edhe tensia opini. Tensioni? Opini. Edhe i antenës, si ka qenë antenës dajtë, si ka pasë. Kemi qenë isha unë, ishte Aliu, Kadriu, Sabriu, ishte Rizaj, ishte Drini edhe Agostini. Agostini shne me Drini. Agostini në burë. Ore, pëse s'pyti njëri për Aliu. Alija Izet Begovic. I tërkoj Xhallazi histori kështu si intime. Mos e merr personale se duket se bëj. Isha në spital, se isha si pa qep kështu. Shkoj atje. Edhe me sheqer 200 vajta. Vajta, me sheqer 200, se qa bëj? Bleu sheqer kur marrë pensionin. E atër me lukë. Jo. E rritë sheqer i gjakut. Qefli. E ma kur rritë sheqer. I 2-3-4 kodi. Është klasik ky kodi, është klasik. Shkoj pasaj, më morë me urgjencë, se më rakshu si Alivani. Po. Shkoj atje dhe ma ullin atë. Sheqerin pra? Ma qua 75 esa. Po mirë. Dhe edhe dilë tha Xhallaz da se e mirë shumë, tha je u bërë. Sa po vishesh a unë kur më vjen një infermier. Ama. Ue, keni pa e gosë bukur jo. Ja, kemi Gretën. Po që Gretë, po dhe më Greta pa e Elenës duke si Stalini. Po që se kejtë që ishte Elena. Elena. Edhe Elena që bëja unë bëja. Tha Xhallaz ja tha që shkoj toalet. Mora sheqerin e kafës. E kam pija 6 bustina. Pas jam mjedhash. Mama të Elena sheqerin 220. Po tani për shembull në përgjithësi sa e keni sheqerin tani? Po varet kë ka për fara. Kur vjet ti bie sheqeri, vjet kjo goza mbritë. Akoma të punon sheqeri. Po sheqeri. Okej, në rregull. E pastaj dhe me Elena. Po Elena jo, Elena, ajo punon në kompjuter se po merresh kompjuter, çfarë merret. Mimi na fol çik për atë bashkëpunimin me Kinën. Hajde. Po pra, më shara fjala edhe të sheqerit, se ne po pyesim. Po ato histori personale ta them tjetër tash se. Mi, okej, ta them tjetër. Ja, nuk do na zgjidh, do vazhdosh te sheqeri domethënë. Po i gati vraki edhe Kinën tash se po do ta them një lavë ishin atë. Ja. Ja. Qa thamë? Ti pa kuj, Se krem kokën fare, zemra ime s'po rref për mënë.
Se tha po 3 zemra shumë shikoj në kompjuter. Po zemra ime po kërcen vallën e shotës më. Po Elena, se Elena kupton, ishte qef të retërsi këto me këto gjëra me figurë të rrajur. Edhe vole, diçka kam qenë, ka qenë një ndërtimi. Kam tërtuar ura. Shtatet seksit femër, njërë ka qenë shtatak, njërë kështu. Janë ura që qëndrojnë këmp akoma, kujdes. Tharë po nuk po tërtoj do të një urë drejt zemrës të ndë Elena. I ku deti i kurëra. Po, Elena, qa mendimi kishte për gushticën e Hormuzit? Elena e pa e për gushticën e vetë kishte me një lartë shumë që ka një Elen pa burë. Pa. Fili. Dhe me dhe përja një ofertë unë Elena. Përja një ofertë. Sa që këra ime dhe që ndjes pasë të pëtoshe qëtërë. O Gjallas, je shumë i bukur për të mirën tënde. Se mos duke që këmë thoshtë Gjallas a kam e me gjithë. Në regull. Pa, ja shpegava. Edhe tashi që kam të tubin plastik duke kau, jam karizmatik. Je shumë i mirë, je shumë i ëmbël. Tani, nëse keni një përshëndetje të fundit mund ta bësh sepse na duhet të shkojmë në publicitet. Je thash Elias, haratisin e tashi që mësonte. Se kam i Mercedes 190 garaj. Punon me vajli dhe djeli dhe po histori të atregojnë e tjerë. Kur të duash ti, na knaqe dhe me kaq, na knaqe. Dhe Mao Zedonit, ti të thot ati Xi Jinpingut, se të ashtu kina në Hajde gjithë mirë. Pas pak do të rikthejmë me KPRN, por me diskutime të vërteta, me diskutime iraniane. Jam shumë trumpiste, sepse Trumpi sa ka thonë gjodur. Jam shumë syvesh. Është herë të pjesë me që pjesë gjë të rënd. E diskutojmë pastaj. Vetë zoti Trump ka bërë një paralajmërim të vogël, ka thënë mjaft na morët për çuna të mirë. Që do të thotë? Që do i nisim sulmet nëse Irani nuk pranon marrëveshjen për thamore. Do t'i si ka mundësi më. Nuk e di. Ndërkohë që përpara 2 ditësh vetë tha, domethënë që ata janë në telefon larg me të bëjnë telefon. Asa është i mirë, është i mirë. Është i mirë, besoj që është pro paqes. Ti këtë mendim ke, ha? Po. Megjithatë kanë nxjerrë një foto, vetë një foto që e bërë me inteligjencë artificiale. Vetë është i veshur me një kostum të zi. Po. Syze terta. Si Rena Kapës. Jo si tuat. Mia unë s'kam syze, kam sytjena. Dhe mban një automatik në dorë. Në këto AZ që AK. Aleksandr Kalashnikov 1147. Po. Ka dhe model 56. E kuptova. Mban një dorë dhe mbrapa në fund ka kështu një kodër e cila është duke u bombarduar. Që duhet të jetë preza vogël. E ka fut vetë në post-produksion me jeshile bëhet me djegje. Irani nuk po e gjen dot rrugën e vet. Ky ja ka treguar rrugën, po ata nuk po e gjejnë. Kupton apo jo? Ata gjurmët. Ata nuk e dinë si të nënshkruajnë një marrëveshje jo bërthamore. Më mirë të vinë shpejt më vete thot, sepse nuk ka rëndësi fare, nuk ka rëndësi. Apo rob të themin, a? Nuk ka rëndësi. Rob në kuptimin si pengje? Rubla, është lengje të shtëpisë. E kuptova. Megjithatë, unë jam shumë i kënaqur sepse nga jo fotoja shpep. Jo vetëm nga fotoja, por thuhet që gjithë këtë punë thonë gojtë liga, ky po e bën sepse po akuzojnë për atë Epsteinin e tjetër. Akoma ke Epsteinin valla. Po, sepse gjitha rrjetet sociale përfshi dhe këto shqiptarë. Shëndetrojnë çke. Fjalë vërtet se më shora fjalët e Epsteinit. Që presidenti Donald Trump dhe pedotrafikanti, quhet e re kjo, pedotrafikanti. Ja trafikanti vegjël, zëngjin të ri. Bashkë me një vajzë me një numër vajzash të mitur. Tregoj shoqëruar me pretendimin se këto foto kanë qenë pjesë e dosjeve të Epstein, për cilat përfshirë Keli, madje ishin bërë publike nga Irani. Po Irani çdo ke Epsteinin apo? Si më thënë, është një kështu një far hakmarrje ndaj këtyre kërcënimeve. Me botis kështu. E din. Tani faktoje. Apo ta ç'a duta.
ta mirë janë me Shqipërinë. Ç'pun kanë. Ama mos ja përmend kaq shumë emrin, lutem. Se hyn ke reklamat pasaj. Po se punojnë, më jepi Cezarit atë. Çka kanë bërë? Me anë të motorit të kërkimit pa marr Google Lens, gjetën se këto pamje që fillimisht ishin postuar në TikTok më 15 nëntor të 2025-s, pra përpara se të ndodhin sulmet Izrael-Shëba kundër Iranit, janë të rreme fotot. Shiko. King Charles does not want Iran to have nuclear weapon. Ka pasida shumë ka fotë shumë bukur. E para atë që i dha dorën vet atyre të stafit, i tha ti oti. Breti Charles Risa i takoi ulta. Si e pregull në shpatull atë dhe u rregullat. Por midis këtyre fotove kishte edhe disa të vërteta në këto foto. Për shembull, një foto e Donald Trump, grua së tij të ardhshme Melania Knaus, Jeffrey Epstein dhe Ghislaine Maxwell në një festë në Mar-a-Lago në 12 shkurt të 2000-shit, shfaqen dhe në bibliotekën Getty Images. Domethënë Getty apo Getty? Po çrëndsi ka marrë shok më mirë. Po çrëndsi ka është dialektore apo por shumica e këtyre imazheve janë falsifikime të gjeneruara nga programe kompjuterike të inteligjencës artificiale. Tregojnë personazhe me lëkurë tepër të lëmuar. I bëjnë njerëzit të duken si kukulla, personazhe me lëkurë tepër të lëmuar. Si këto vajzat e Instagramit, ke parasysh do të filtruarat e Big Brother. Tani pyetja që ndron këtu tani, derisa ky nuk e ka më problem këtë punë Epstein, sepse këto thonë janë lajme të rëndë. Ky pse i bie Iranit më? Mos është pozitiv vëmendje. Le ti biri ku ti biri vetes time mos ti biri. Ndërkohë ka një gjë fantastike sepse në 4 korik, ku është ditëlindja e të madhit. Më të madhit në këtë vend. Zotit Ameriki? Jo, më të madhit në këtë vend është ai i lartë, shefi presidenti. Bën në plot 250 vjet që nga deklarata e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Era super jubileu. Dhe Departamenti i Shtetit ka menduar një surprizë, do prodhoj një numër të kufizuar pasaportash amerikane. Sa vjet më para se ne janë. Po pra, dhe në këto pasaporta do jetë portreti i Donald Trump. Mirë, kjo është gjë e mirë, vlerësoj. Po pse? Ligjëro shoku, është këtë tjetër. Vlla, hyn ke personalitetet. Abraham Lincoln, edhe ky vlla, çfarë problemi ka? Ka që shumë thjeshtë për këtë. Do flas pa kartë apo është këtë tjetër? Hajde janë gjilla në Florës, hajde. Pa kartë. Foto dhe si me pasaportë. Ashtu, ose nuk ke kartë, nuk me lekë në dorë. Si ta kuptoj unë që në shtëpinë time kam energji negative? Alban. S'ke paguajt faturat pra. Ti do ta doja një pasaportë shumë e fytyrë. Sigurisht po. Po ti ishte në vend. Jo pasaportë lek me atë. A kemë më thënë Donald Trump për shembull? 1 me 2. Ama. Shumë shpejt do të. Po shikoj, pasaportë diplomatike e kam, nuk shkoj dapërtut. Për shembull, se unë me amerikanë nuk kam punë, domethënë aq më tepër që unë nuk kam shkuar ndonjëherë në Amerikë, s'kam. Ti ke shkuar në Kanada të premte dhe gar dielën. Është rast fenomen planetar. Shkoj premte. Ky domethënë doli nga kontrolli, tregoi pasaportën, po dhe futi pastaj te kontrolli. Se kemi qenë këtu. Fikit premte dha vit dielën. Ku në Kanada? Thash ai marr më pak deri drejt Mërkurën më burr. Jo, po s'ka mundësi të kam emision. Sakrifica e këtij njeriu. Pas këto janë kejdashje. Jo, s'ka problema. Un kam vetëm një hall valla, një hall. 3 copë kam. Se unë mos të kem një numër të kufizuar pasaportash, për veten time për shembull vetëm 2 me portretin e Bayram Begait. Bayram Begait. Do të shkoj se kështu se hapet loja. Ose fol me të që falsifikojnë dokumenta. Edhe ka gjë pasaj sepse çan ndodh. Do bëhen këto pasaporta, ti e di si prodhon pasaportat. Vendosesh si portreti, bëhet fotoja, po do dalë ose me fytyrën e Bayram Begait ose me kërthizën e Edi Ramës. Se s'lëviz kamera. Po ku çndron ndryshimi? E kuptoj. Nuk shtohet mbi këtë i dashur. Kjo ishte kapë rënë plagë. Shumë e bukur ishte. Më pëlqeu. Mirë, unë besoj se problemet dolën, më tepër se kaq nuk kemi ç'a të bëjmë. Problemet dolën, po ne i zgjidhëm apo jo? Jo, nuk i zgjidhëm. Po një pjesë popse. Ju vazhdoni të na shkruani se kemi një temë tamam për çështjen e Iranit, cili mendoni ju që do ta zgjidhë çështjen e Iranit? Edi Rama, Albin Kurti apo Bayram Begait? 069 20 70 222 për po themi territorin e Shqipërisë.
Dhe plus 33 49 55 144. Sa bukur. Në WhatsApp se mos na çoni kështu në mesazh. Më dërgoni mesazhe edhe mesazhe. Shorti o mashkulli që ke në shtëpi dhe gjen me tuta. E tmerrshme. Zakonisht rri pa tuta. Për vlerësimin do të diskutojmë në pjesën e dytë sepse sapo duhet mbyllim më pjesën e parë se do na vi tani Sasha me. Mos u largoni se kemi të tjera gjëra. Bllogun e saj informativ. Ne jemi në Kap Arenën në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë dhe kudo nëpërmjet aplikacionit Radio Club FM. Mos harroni ky program prodhohet nga Club FM, mbështetur nga Faktoje dhe mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Bukur. Po ç'kemi ne gjë mirë ecën puna. Unë kam besuar se çon Tiranë, po dijiku. Dhe tani me që jemi gjithmonë në një emision serioz, në një emision i cili ka nevojë për të ftuar, sepse emisionet e vërteta koleg zakonisht ka të ftuar në studio. Ja Sandri e ftova për shembull erdhi asaj sot. Sandri nuk erdhi. Ju ka ardhur kemi sërim mëngjes, kështu që i ke ardhur gjithë ftuarit vëlla. S'të vi këtu. Mora Redon Makashin për sot. Fakt, por Redoni tha ashtu si tall mendimin Greta me mua, tha unë s'vi, tha nuk vi, domethënë. Seriozisht ai e ka marrë kështu? Po, e kishte marrë personale. Do flasim me ta. Po, mora ton detën tha. Ai s'ma merr për keq. Jo, përkundërzi do vija tha, po është emision mëngjesi, ta nuk çohem aqeret. Po pse, si që ka emision mëngjesi, po Greta thotë mirëmëngjes thot. Dhe kështu që e lam edhe këtë. Atëherë edukat në familje s'rregojnë. Vendosa të bëj intervista për vërtetë, intervista të situatës politike, kështu që mora zonjën Elisa Spiropali. Jo. Sidomos tani është i duhet të jetë në treg. Po. Ajo përjashtua nga ky program. Ai thashë thuaj ç'a duhesh, thash, domthon ose jo tha nuk vi tha. Si ka mundsi? Nuk keni audiencë, nuk më interesoni, tha, jeni në radio. Unë kam përshtypjen se i keni rxhut ftuar me dikë emisioni juaj mëngjes aty ke televizioni që punoni. Atëherë ftova të madhin fare. E ftove? Po. Fatmir Hoxhën? Ferit Hoxhën? Jo, Edi Ramën e ftova. Por nuk i arriti ftesa sa im ka bërë blok ka 5 vjet. Po, mu më ka preshtu të parin, nuk e di pse domethënë. Elisën dytën. Jo, te Elisa jemi tek e dyta. Kto që i përjashtoni, bën blok apo? Nuk e di, mua më ka bërë. Okej. Kur e kapi profil Tom Cook. E bëri blog edhe atë, hapa. Hapa, domethënë hapa një. Na paske bërë blog dhe ne. Hapa një madje me emrin tim të plot dhe atësin brenda. Ka qenë një lagje koleg që fillonte ke bulevardi, mbaronte ke Tirana Re. E bëri blok edhe. Alidemi. Po. Pra i ka bërë gjitha blok, por ne nuk mund të rrim dot pa pasur një të ftuar, kështu që kërkova jashtë Shqipërisë. I thash zonjës Meloni. Tha, jo tha sot ndjem karpusta. Jo se jam në qenë. Po, është ditë vetë. Ndoshta mund të ketë qenë kjo. Pyeta një ande nga Kosova. Ata ishin gjithë nuk vinin në studio. Se si the Vjosës boshës tash. Dal për zgjedhje. Po the Vjosës boshës tash. Vjosa tha do iki tek Disney Channel sepse më kanë kërkuar si Barbie. This Barbie here is a president. Dhe kështu që ja kaq thumur. A që kanë femra, sa thumin 50 kg i duket vetë si. Nëse nuk ka rëndësi, po a mund ta lëm në këtë program pa të ftuar koleg? Jo nuk e lëm dot. Asnjëherë. Kështu që Egi e ftuar. Po doni vite kështu volontër. Aca kënaqësie. Me që jam këtu domethënë. Po. Besoj që nuk do ngasmoni shumë. Jo. Pyetjet janë serioze, domethënë në përgjithësi politike. Pasi pamjet e foltores më të fundit organizuar në bulevardin Dashnor të Kombit. Plus minus. A ju a bënin gjithmonë apelin klas juve? Mu me thënë drejtën, qa po shofë ke fortori, jam duket sikur që kanë filluar tash domethënë a mund mos vik këtë radhë. A mund mos vik këtë radhë se kam punë ose shiko ka filluar pushimet do të shkojnë. Me arsye do. Nuk e di pse vjen edhe jo, pse duhet të shkojnë ta, njerëzit duhet të shkojnë foltore, ndoshta jo për çështje të numrit, të numrit ose të doktorit, se nuk ndaj kauzën. Po për çështjet Gretës. Domethënë quality not quantity. Edhe ajo duhet paguhet. Jam dakord, po jo se kuptoj pse po zben, po shteren. Megjithatë ka njerëz që i përgjigjen apelit 2 herë. Flamur noka këtu, mul noka këtu 2 herë. Ai është ato klikimet që është një për edhe ke faja dhe ke meja. Kështu që nuk e di, mbase ishte pak melankolike, po përgjigja. Po se më vjen keq, më dhimbset. Prandaj po vetë prekem. Është i vetë i ftuar që nuk bën opozitë opozitës. Lavjori mirë. Kemi një tjetër, vazhdoni pa shumë. Kemi. A mendon ti se të pandeurit e SPAK duhet të qëndrojnë në gjyq
brenda në një kafaz. Pas asaj që pash, mund ta bëni si podcast brenda, si podcast. Dy mikrofona, kamerat edhe çdo gjë ndodhi aty. Që në një farë mënyrë të përjetojnë edhe ato çfarë ndodh brenda kafazit. Megjithatë, mos u themi të gjithë zezat e kafazit, sepse ishte kafazi rregullt. Unë aty vura re një tas me fara dhe ujë. Po. Ska lezet pune, ka qenë kafazi art, kanë dalë personalitete. Ka qenë kafazi kanerinës kolegut, e cila ngordi se harroi pa ujë kolegut. Po pse më? Ti e pi vetë ujin e kanerinës? E pija. Po ndroja ujë kanerinës, si kemi thënë. E pija se ç'a ndodhte. Kanerina e përdor dhe si VC, dhe është kurative. Ajo është prodhim. Do flasim te turpet e shëndetit besoj. Patjetër, kështu që besoj isha i qartë. Duhet ta provojnë ato kafazin. Pyetja e shumë pritur që bën kolegu. Egi, në 8 maj do të kemi prap kryengritjen e kilometrit të fundit. Ore, a di më në fund sa i gjatë ishte ky kilometër? Tash kilometri, mos spekulojmë. U hap. Është 4 korsik, ne 4 korsik ne. Nga po themi ish Shqiponja, se s'është për Shqiponja. Ku është më vërtet? Shqiponja. Ka fluturuar e lirë. Kopshti zoologjik. Ose ka ikë nga kafazi, që më referoheshim kafazit. Kështu tani ato janë gati si kilometra. Ka një shfryrje fantastike, vetëm se ka një aromë shumë të keqe, ka një javë. Po pse ka brdung la rruga? Domethënë pra nuk është se është dysh, nuk është apo s'ta them dot, s'ta them. Aroma më bëri përshtypje. Aroma është interesante. E dyta, kursia shpejt është djathas apo majtas? Djathas apo kom gjithmonë djathas. Po pra, djathas. Djathas. Nuk është kundërt. Pra është ajo me vit të pandërprer. Kështu që shfrytëzoni atë që është djathas, ju lutem. Me tabela është çdo gjë në rregull. E pam në kryeministin, kështu që mbie keq. Bukur. Futbollisti i mirënjohur anglez, Jack Grealish, u kap tap duke fjetur në karige. Si del më mirë pia? Kam përshtypjen se këto futbollistë anglez deri nga vitet në mos gaboj, deri nga vitet 80 e kishin alkoolin kështu të detyrueshëm. Kjo është e vërtetë, ai mencioni është. Edhe nuk e di, sidomos në pushimet e ndeshjes. Kanë këto birat e zeza këto që i kanë edhe për elektrolite, i kanë për elbin e këto. Besoj që po. Kurse Evropa i ka, e pin birën në mes ndeshjes, po e pin pa alkool. Ndërsa ata e pin me alkool. Po, dhe po të shohë janë gjithë kuq anglezët. Ka edhe gjë tjetër ky Jack Grealish koleg, sepse unë kur pi birra më rritet barku. Ai kur pi birra i rriten pulpat. Ja, urdhra. Çfarë moshe ka për momentin këtu tani? Ke 33 katë. Ja, është birë dashës, është birë dashës. Koleg, domethënë ju sportistët pini kështu bira gjëra, domethënë sepse ti ndoshta nuk e di, por kolegu është pingpongist profesionist. Është i takon ta pi birën. Është pjesë e protokollit. Ka i problem, domethënë sepse zoti Meta tha deri luaj 4 orë në ditë, luaj pingpong. Se kishte audio të mirë zoti Meta, më thon drejtë, nuk e di kush e kishte mikrofonin, por nuk kishte audio të mirë. Keti pas ka dëgjuar. Po, domethënë prandaj të karaj çere jam jo mirë. Shiko koleg, kam aplikuar, do marrja 2-3 tendera që të më kapin dhe të futem te atë që kuptoj, e qartë. Që ta bëj pak kështu si humor, jo humor zi, po humor domethënë më të vërtet. Tani ai u zverdh më shumë se nga që pa monën me korriz apo erdhi vetë ashtu i verdh. Okej, kalojmë te pyetja e radhës. Sa se ke që pi duhanti zotrim? Vetë ku zëri që pyeti. Jam i moderuar. U hecim po doni. Egi, më shafat e kurrizi. Pas vretjes që i hoshi udhëheqësi Elisës, a mendon se kjo e fundit duhet të ndrojë ndonjë farë strategjie pra mos t'i dalë më përballë nga para, por nga mbrapa? Ose le të bëjë një parti 3. Gjitha mundësit i ka. Sa serioze ishte. Ti je me të, domethënë. Po, por e parti 3 ti voton për të. Sepse duke parë metamorfozën e zonjës, që nga fillimi, nuk po them si ishte ose before and after. Domethënë metamorfozën, që të gjitha mundësitë i ka duke ardhur edhe mund ta bëjë. Mrekulli. Dhe e di cila do të jetë kolona zanore për të sre. Cila është? Po, për Eliza. Mire, docilla. Do mi lesi. Egi, mua pëlqen kjo pyetje sepse më bie gjithmonë mua, nuk e kuptoj. Edhe kur është 7 dhe kur është 6. Meqense jesi punë gjermani. Pse nuk e ke dërguar edhe ti një dron Mozës? Ha pra Egi. Fermeres Moza. Sa ta përmbysim keq fare Parisin në ndeshjen e kthimit, do ta kem parasysh. Sa ta bëjmë me hakmarrjen si gjermanët, pse do merrem specifikisht me të ose apostafat për të. Mirë, po mos e zgjat shumë, se tajna e bëri. Po deri të martën. Gjithë presin. O të martën Mërkuri bën varet si e kanë neshën e kthimit. Atëre Egi, Enca ka thënë
që është ka hapur zemrën e publikut. Po për pikë pari më thot cila është vajza se. Enca. Një dhe e dyta i duhet shumë punë për të shkuar drejt e zemra. Por nëse ajo ka thënë që jam më beqare se kurr. Po mirë. A mendon ti se Greta ende nuk ja ka hapur zemrën publikut? Në lidhje me çfarë? Me statusin. Me statusin, ai hapi Enca, duhet të hapi dhe Greta. Ju referoheni Encës këngëtar artistes. Po. Okej. Ç'lidhje ka Greta me Encën në një fjali? Të dyja janë vajza ekrani. Njëra është pa burr, me që ka thënë, kurse tjetra është me partner. Është me flavë. Njëra është Dubai, tjetra është Dubai. Do të thënë njëra është siç ka deklaruar, tjetrën e kemi të shoqëruar me ideal që japin. Pyet pa zoti ledhe. Duhet ka pa zoti. Çfarë pamje ka thot për ty? Faleminderit. Çfarë pamje ka mund të shoftë ty tu e ke syze. Në Sarand një shtëpi bën 200.000 euro se ka përballë Korfuzin. I rregull. Kurse në Korfuz një shtëpi bën 5 miliard dollar sepse ka përballë Sarandën. Ç'kemi Maxe? Kena pola e bashkë, po ke parasysh jon tu me këto çunë dhe lajës, ja të pina i got në gjok kështu. Je bëf mirë, po se shik vapa po. Po ne për pije po flisim shparë dhe ndoshta na ka. Po nuk e di, keni ashtu kondicioner, po shtëpi kondicioner lale, këtu ne ka edhe kështu, edhe çadra kanë kondicioner, parasysh po. Jo, kemi parasysh, po cila është arsyeja se më dukeni domethënë. Atëherë nuk e di, duket veshje ime radio, po jo, po unë më vesh me Versace gjithë komi zinxhir kështu trash tek. Sa mirë. Domethënë ora është joni që afrohet makinës time ka. E kuptoj. Që 12 është Audi që 12. Me çfarë merreni? 12 se ka ju në herë domethënë. Sa doni gjosh lale sa ka këtu, me thon drejtën ja kështu pundore, në kuptimin që çara shefsyna e bodora, e ke parasysh. Si mjeshtër, artizan. Gjona të tregtimare në tulla. Ai kapit sa kapit, ke parasysh. Ecën po do e ke kështu biznes privat me nipt apo punon i kontraktuar diku tjetër? O shama i shani, se çan këto. Jo nip jo ne. Ju më them me nipt, ai me biznes tënd, domethënë ti punon je me biznes apo punon diku tjetër? Me çanta. Aha, me çanta. Në rregull, jam shumë i qartë. Kështu tregtar. Çorape grash? Sapo? Unë nuk i mora gjithë talli me ne. Më falë, i lutem mos u komplekso kaq shumë, thjesht ne këtë punë kemi se gazetari jemi. Ne të pyet me bëj çik bisedë, kurse. Tash shikoj se ndoshta ju nuk e dini kush jam unë, po. Jo. Unë po rishe ditë mori telefon njonit jom Jeffrey ta. Jeffrey Shtenza jam. Urdo? Jeffrey. Mori. Ai duhet se ka ndruar jetë thon. Max o ti edhe momentin që thot tjetrit Max o ti do të thonë që e njeh ke parasysh. Po është konfidencial. Faktikisht pas ka numrin. Kemi gjetur me menaxhimin e këtij naseteve, tha na duhet i menje. Çfarë thua? Edhe ta amerikanët janë bësë robotë, kështu thëmë xhepa, ma çoj çik avionin në rinë asali se unë zvi me linjë normale, se kam çik si alergji në radhë, rrim për stradë, para shujove. Maxi, merr dhe avioni çuna. Merr dhe avioni e dizi që nga mrena. A disi ishte më lale. Jo, më nuk nga ta dim më që. Ne të rretheve me këto linjat që kemi. Po e lëkurë krokodili me të gjitha. Edhe gotat ishin me lëkurë krokodili. Gotat e whisky, disa bote e whisky ma. Hëma. Nuk e di sa boja e radio ju atje, aq bote vetëm whisky që kisha unë goti, ke parasysh apo? E mirë ishte? Kisha bote se televizion. Qa thumur? Qa po më lale, me këpo flisim. Mos je duke fol me hiperbola, se s'ka mundësi. Shkoj atje, po qa bola më burë thu. Jo, hiperbola është mënyrë domethënë e zmadhuar, përdoret përgjithsisht në art. Unë klas 4 vetëm shtator kom qenë, tetor mos e lash. Domethënë deri tani po na dukeni si gradi mesëm i shoqërisë, për shembull zona gri, ë Keli? Po tu si rregullt. Ju mund thoni ç'a doni, po ato që kam pa unë atje në Amerikë, aty ka ishulli atje shteni si ka pa njëri, di këtë takohet parë më. Këtë më bjell kido. Bjell kido e tomo gjallë. Ku shkoni në ishull, ai s'dino, kështu nuk ka. Po hadi byrek, ja çova me delivery nga Tirana i byrek. Me kungull? Me hithra. Aha. Me hithra. Me hithra apo me hislla? Ai tha hislari, ku diun. Po. Edhe tha një gjok tu dha Max, fali i fola unë një gjok tu, se ai fole me edukat. Ushqim si ky dha s'ka mongra si herë çu ku kom qenë në shtëpi të bardh. Shi. Bashkë me në shtëpi të bardh kom. Mos ka zënë rrugën diku. Ega e oçu haber habeçi. Mos ka zënë rrugën, më pa shumë mbaro punë edhe. Po jo, më lale se mjovin gjithë makinë Maxit që po janë 3-4 shikolon kështu policie, domethënë që do të më kaluaj. Po mos është një kryeminist që kalon me eskort normale. Edhe më vjen ai princi Andru. Princi Andrew. Andrew. Ka Andrew. Po ti u çu deri u spuno koncenerin vonë. I thash po pse bo kështu ti më?
Po ti ke gjak mretnor apo ke long pusi më lele? M'falni, se ju kuptoni që keni një anglisht të përsosur, për një vërtetës. Ju flisni british apo këto amerikanën? Po, shiko dhe se unë shqipuj mesme. Po. Plagu nga Tirana, plaga nga Shjagu. Po, që keni patriot nga mami. Pushimet që shkojnë ka vajzë, domethënë është. E kuptoj, që ka domethënë shumë i vjetër, është jom Tiranë si vjetër. Jo, më bën përshtypje anglishtën, e ka si ke Peaky Blinders. Anglishtën nuk e kam të keqe, më thon drejt se ne ta cakohet ke ishulli ti Jeffrey. Nden nishull. Po. Kështu filloi bisedën e Kelim. Më tha ky po si drudha edhe çet bëhet thashë dukem si drudha në për këto festa, në për këto goca thashë. Le të thon çatu në burg. Le të thon. Po çfarë zgjidhje i dhëzi? I dhash i thash një gjallë ashtu. Kur ashtu thash vesh vej patate, thash futi patate ke brekët. Edhe dukesh thash njësh. Shi. E pyeta ma se javë, më thash funksionoi, ai tha jo tash funksionoi fare, tha më largohen të goca, po jo mrapa patate o idiot. Mrapa mor. Ka dhe humor. Ka dhe humor. Edhe me pak shkollë dhe policia paga. Ja, sigur ka qenë me mua. Kim qenë kazino me. Disi më duket më Kel, ndodhi kjo atentati i Trumpit, është njëri që vetëm hante. Që iku gjithë godina vetëm njëri që po hante. Ai Maxi ishte. Maxi. Ora mos ke qenë ti ke video më. Pas e kuptova ka dash. Sa jeni ju ta. Çe ke çik mosh pra. Çe jeni ju të më dhe se duket më, ke 60 më. Ja, më shumë mirë. Em thot ky Jeffrey Epstein thotë, o Max thotë, po t'jap gjysmë në ishull vetëm më seket. Jore. Do të më ikë shumë mërzita unë burr. Po pse se morë burr? Mërzita unë se çernoll atje. Ti më është punë me kosat, po vishin sa çuna ca burra na mrapa, kështu. Ja drejt. Jo, mor drejt shpatllët. Çe ka kërkuar Maxi, Allah, më pëlqej Max, bravo. Po, domethënë. Bravo Maxi, po në një gjë kishte kopësht për fëmijët? Kopësh për fëmijët e botës. Do të kishte ishte Jeffrey edukator. Kuptoj. Zot. Jo shete Jeffrey. I latë shtat. Frikshme. Michael ç'a bënte? Michael Jackson më thon drejt nuk e pash. Nuk e pash. Ka qenë natë, s'ke pa gjë. E pe atë fizikanin, atë Stephen Hawking? Stephen Hawking, është ai me karrikë me rrota. Po, pa e ditëm thash ty çik ta dha sa lezeshëm. Ty no, ai nxori $20, ku të tregoj ti. Ti për $20. Që flika qenë dhej. Me qerpikët ai maro të punë. I kështu modele Victoria's Secret, Victoria. Po njëta ja mo. Ta mo të mësoj që shqip. E di që thashë se unë të mësoj shqip, të thashë se më që jamon. Kell temi. Bravo. Po. Shkujti Bill Gatesi. Tha, o Max, ata vike shpia, tha të bëj që ka bdeli Windowsi, se a i marrë gëllë kompjuter. Daj në knoqe për sot, do në morë shpaper tjetër se në duhet me e myllë. Marë unë ma. E në tregu sa gjërat bukra, se për qeke se i e toke vetë, nuk i keme të gjume. I gjo se kom njënën këtu, nuk besoj që po plas me Gleni. Radhës tjetër. Për shteri qik, thuj qik. Radhës tjetër, që ta zbuloj dhe unë më shumë veten. E, kuptua. A se duhet ta mbylli, mamon, të bon vllaj. U keni ju me lajë, unë kom qenë në Epsteinit. Ja, më çata gëlli unë. Jo më thesa na futet baza pranaj. Jo Keli, jo Greta, o Edi dhe gjithë që po na dëgjoni me Radio Kombëtare ose në Radio Kombëtare Club FM. Club FM Shqipëri, po dhe në Club FM Kosovë. Jemi të para pak. Po pse na e bën kështu? Okej, sikur po na muhabetin. Më fal, jo, duam entuziazëm, Keli, entuziazëm. Hajde gjithë duart lart. Je vesh dhe me ishile për to. U bën 9 gola dje ke. Bayern me Paris Saint-Germain, nuk ka 9 ndonjëherë. Unë dhe Keli me këto gjermanisë. Nuk është. Unë jam gjerman. Po s'ka rëndësi ti je gjerman, mund të jesh edhe me këtë çadush, po ishte ndeshja e bukur. Po kur je me Italin, atë duam entuziazëm. Pa. Rama ik. Jo kaq mall. Jo gjëra që s'ndodhin e burg, këtë që u them që edhe mund ndodhin. E kuptoj. Ja dhe Flavio, o doktor thot. Çam muhabeti dale. Është edhe një këtu. O zot. Po ka ikur me. Atëherë, para pak ne hapëm një temë dhe kemi një mesazh. Ta lexosh me që fakt nuk lidhet dash për temën, po për diskutimet që ne kemi bërë me shoqësh. Na ka shkruar Nada, thot, Elisa, ka dërguar edhe një emoji kështu, fatmirësisht jemi në YouTube që të mund ta zbulojmë. Ka Perrenën, thot ajo, ka audiencën më të madhe radiofonike për momentin. Më pëlqen kjo. Kjo s'është ka Perrenën, kjo është vërtet. Thuaj shkruaj prap. Më mirë thot që nuk pranon askush që të merrni egin çdo puntat. Prapë emri bllokohet. Dhe pasi mesazhi ka shkruar Nirdita, ka dërguar 4 yje.
Faleminderit që na e bëni të mërkurat kaq të bukura. Jeni 4 shë më mirë pas ditës. Ua, faleminderit. A ka ndonjë 4 shë tjetër pas ditës? Po jam po mulan. Ose janë duke na dëgjuar neve. Ose janë duke na dëgjuar. Ndërkohë që luajnë Morlan. Patjetër, 06920702222 vazhdoni të na shkruani, ne mirëpresim dhe do t'ja lexojmë mesazhet me zërin karakteristik të Gretës. Po. Dhe në fakt jemi duke ju pyetur, edhe i mirëpresim edhe këto urime për emisionin. Po ideja ishte mirëpresim më tepër madje. Akoma më shumë, po flisim për krizën e Iranit, se cilën doni ju se do ta zgjidhte më shpejt këtë krizë mes Edi Ramës, Albin Kurtit dhe Bajram Begajt. Ndërkohë numri nga Kosova në cilin mund të na drejtoni është +383 4955 144. Miau. Me çfarë do flisim? Mirë, pra, jo, tani do të flas për një djalë i cili mendohet që është e ardhmja e politikës greke. Se mos po ta futeti. Diçka e tillë. Është bë fasting. Ai është shqiptar dhe po bëhet viral në TikTok, domethënë ai quhet Ylli Patçuku dhe në fakt ka një popularitet të jashtëzakonshëm, po. Dhe nuk është as komunist. Po çfarë bën? Urdo? Çfarë bën që është kaq i famshëm? Nuk e di, 30 vjeç nuk bravo i Kiofti. Nuk e di, domethënë, por Prototema, që është një media shumë serioze, po, Prototema, jo Prototema. Pronar Saliu atje. Po, Sali Prototema. E kuptoj. Prototema, duhet ta themi Prototema. Është me onë e madhe dhe me atë si vezë krisur në mes. Ai quhet Thema. Është një vijë horizontale. Yes. Kur të marrë emision do ham një vezë të krisur. Ka shkruar që ai është antari më i ri i organit suprem të Bashkimit Demokratik për Integrim. Bravo, nice. Që është edhe partia më e madhe, pra BDI-a, është partia më e madhe në Maqedoninë e Veriut, por nuk është tu problemi. Në Greqi për të shkruhet që është ëndra e çdo vajze. Jo vjerë. Ëndra e çdo vajze, domethënë po kaq i bukur që ka këto është i mirë, është i mirë. Nuk e pas me Greta Dumën. Tani që e shoh është në nivelin e egit, kështu si kallup. Si kallup. Si cop mishin për të sy apo? Jo, i bukur, Po mirë, që ka rrugë të mbar. Ti si e ke përballu bukurinë tënde, domethënë kur të hidheshin goca. E menaxhoj. Ndroj shpesh në telefonin, ndroj shpesh shtëpit, ndroj shpesh gratë, nuk e përballoj dot. Po. Kështu që është më pak se çfarë jemi këtu, me që jemi gjithmonë në Greqi. Është pak si metro. Si tipi. Si çfarë? Je në metro. Fal, po pse nuk e ftoni ju këtë? Sa ka dalë ke emisioni ju? Nuk pranoj. Okej. Ndërkohë me që jemi në Greqi një zotëri në mosh, 89 vjeç, akuzohet se ka organizuar vet me demencën karakteristike të moshës sulmin e armatosur në Athinë dhe ai nuk kishte qëllim të vriste askënd, paktën kështu ka thënë, por ka plagosur 12 vete. Po mirë, rastësisht. I dridheshin duart kupton apo ja do. I kishin ngrënë një pension. Por thotë nuk duroj dot pa drejtsinë, i kanë ngrënë në pensionin. Tani në Shqipëri pensionistët këto të 12 ja kanë ngrënë pensionin, që mund ta diskutojmë? Jo, qeveria. Okej, se do të thënë mund të hanë këto dhe ti do që të po themi akmerresh. Ramaik! E kam pas pensionin fata. E kam pas pensionin tha 300.000 dramita, tash më ka dalë 300 euro. Ku 300.000? Po 300, po. Se zerot nuk është se vlen. Megjithatë këtu kanë pasur një padrejtësi, domethënë pensionistët shqiptar, të cilët zakonisht mbarojnë pensionin çfarë date tha Xhallazi? 23. Po 20 e merrej. Po janë 3 ditë lumtur. Si shpjegohet që votojnë për Ama tash, më lehtë për s'ka dhe Jo, më pëlqen kjo temë. Më lehtë tani mos ja fusi kot. Pensioni do të jetë 2 fish çdo fillim viti. Po jo pensioni, rritja. Pra, atëherë rikthehemi tek ndryshimet e mëdha. Domethënë se gjithë secili nga tremi në ballë usule ta paçim për jetë hua. I lund goja të përdohet. Dhe normalisht ndryshimi nuk do vinë nga ata që mendoni ju, domethënë, po do vinë nga revolucionarët e vërtet. Që do thotë lëvizja Shqipëria bëhet ka dorëzuar sot në KQZ kërkesën për marrjen e formularit tip dhe do mbledhi 50.000 firma dhe do po këta duan që të bëjnë një referendum për paketën e maleve. Po sikur ti japun për shembull ti shes faqen time të Instagramit që e ka me 100. Jo, ta duan referendum për paketën e maleve dhe janë kundër ligjit për investitorë strategjik. Për referendum. Po me. Apo për kauzën. Si është ajo shpreha me krijet? Stambolli. Po.
kur bën tranzitin. Kupton. Kaq. Sepse të gjitha rrugët të çojnë në Stamboll. Kur vaj ta në Stamboll. Po, ishte njëra që po krija, më çaketa që. Po keni mos u bëj kështu se s'ka televizion, sepse live jemi se me regjistrim. Tani, domethënë është e mirë atë përmbash, domethënë. Mirë do ishte të kishim bërë një kështu referendum për ndryshuar emrin e lëvizjes tyre. Për shembull, Shqipëria bëhet pis. Po ti kemi mund të ta pastrojmë. Se Shqipëria është e bërë për kota diskutoni, kemi 800 njerëz. Është e bërë. Banka Botërore ka publikuar një raport ku thotë që ekonomia shqiptare pritet të ngadalësohet nga lufta. Nga cila luftë më po? Lufta në Iran. Pastaj më buria psikologjike. Çmimet e larta do të godasin konsumin, domethënë. Ka konsum. 3500 lekë të reja kilogrami qershisë. Po, gjithmonë kur fillojnë, aqen. Mas një javë i han milingonat, moskonjat. E kuptova, por se nuk janë tonat ato që vijnë, janë të grekut ose të. Doni të hanë që ditën e parë. Po kur i han moskonjat nuk është se ndryshon asgjë. Zemra, për sot i the 35 të mërkurën tjetër, shive sa do i ke. Do t'i kesh me 10. Mas 2 mërkurash që do vijon. Tu do jemi. Kur shkon me 4, pastaj do marrësh ti për shërçet. Po çam marr më. Ja, ky është problemi, se mësohemi ne me këto gjëra. Mësohemi. Tani, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë. Jam shumë interesuar, sidomos për Kosovën. Ka më pak do i duhet gati një muaj kohë që të vendosi kur do bëhen zgjedhjet e reja. Po. Gjatë këtij muaji që Kosova është as lësho. Ke parasysh shkrimin e gjithë jetën? Po. Çfarë do bëjnë këta? Që shiton. Ti shkon në cilat janë datat e mundshme të zgjedhjeve, sepse kjo është një pyetje shumë e rëndësishme. A mund të sugjeroj diçka? Se ti shkon shpesh në Kosovë, me që është Klub e Femi i Kosovës atje. Njërin jap, dyert nuk ka rëndësi. Se nuk kandidon ti atje më valla. S'kam pasaport. Jemi gjithmonë në KBR në radion kombëtare Klub FM dhe në Klub FM Kosovë, apo jo, por është shumë e vërtetë. Është vetëm e vërtetë. Sepse ky program prodhohet nga Klub FM, apo jo, Gret? Po, por në bashkëpunim me Faktoje dhe mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Shishi. Pashiko. Mendoj që ne po kënaqemi. Ne po kalojmë shumë bukur. Çimat video. Se çekim mbyll vetë. Po sepse kam disa probleme me shëndetin dhe është momenti për të kërkuar pikërisht ndihmën e doktorit, të mjekut. Në Shqip. Po, sepse duhet patjetër që të gjejmë edhe të rejat më të fundit të shkencës, teknologjisë, por mbi gjitha ilaçet. Patjetër. Po. Doktori ynë është një njeri i cili punon kryesisht me honorare. Po, dhe gjithmonë është i gatshëm të vi, të intervistohet, të t'japi receta, mesazhe inkurajimi, si fitohen lekë, motivues patjetër, çfarë domethënë. Edhe ky është lajm absolutisht shumë mirë. Fati mirë që të gjithë ata që na dëgjojnë nga jashtë, domethënë, ne kuptojmë që honoraret i merr prej nesh, po ndërkohë këshillat e tij të fyera janë privat, sepse ju e dini që në Shqipëri shëndetësia është falas. Na bëjmë lekë na grive nga lekët. Po, biles të arrisë diçik çmimin. Se kur vjen puna ke shneti. Po, për shtrit nafta. Në radhë parë dje ka pas ditëlindje një kolege jote. Por birra nuk lëviz kur çmimin. Është çuditshme. Don't drive, drink. E kuptoj. Thank you very much. Këto janë. Ha morti çfarë do të shëngjere të pan syr, na vune sikletë bur, ha. Jo, një kolege jote ka pas ditëlindje ndonjë. Kush është kjo kolege imi që ka pas ditëlindje? Michelle Pfeiffer, 68 vjeç. 68 vjeç. Te kjo foto 68 vjeçares nuk e njoh, është nuk. Ai nuk është e bër. Mbaj mend atëherë se mezi e ktheja faqen. E kuptoj. Megjithatë hapim rubrikën Turpi dhe shëndeti. Shumë knesi. Turpi për atë, shëndeti për ne, domethënë dihet kjo. Turp të kesh. Doktor, a e ke stetoskopin për zbukurim apo për të dëgjuar zërin e lekut? Shiko, nuk është faji im, sepse ka disa pacientë të vështirë. Pacientë të vështirë, cilët nuk hapen, edhe mbi gjitha lekët I mbajnë tutë cicat. Te gjin, te krarorit, te gjoksi janë terma që përdoren sinonime. Kështu që ti e vlerëson pacientin duke I vendosur stetoskopin se ka një gjë, kur ka shumë metalike, bën zhurmë edhe ti. Nuk është për ty, është për ndihmësin tënd. Po kur janë para thata. Kur janë para thata, je lëviz stetoskopin dhe kur fshfëri. Po ke veshje, shumë e vërtetë. Veçanton te 300 euro fillon shkruajnë recetas. E kuptoj. Po me 300 euro me mesazh euro tani me këtë këmbim apo? Dhe dëgjon nga stetoskopi ti e kupton sa ka. Tani ta bëjmë çik bisedë shoh. Kur ne themi trajtim natyral. Gjithë themi ne këto ose gjithë edhe e provojmë në një farë mënyrë. Atëherë, fjala është për barishte apo për imagjinat e egër, doktor? Wow. Serioze dhe me thënë drejtën jam gati ta marr detyrë shtëpie.
Jo. Si të doni. Po meqense ju doni përgjigje. Ne detyrat e shtëpisë bëjmë në klasë ti e di. Doni përgjigjet spontane dhe të befasishme. Bëhet fjalë për bim të egra me imagjinat të butë. Nuk e di. E kuptoj. Jo, s'është fare, domethënë më thuaj më konkret. If you know what he means. Atëherë më thuaj një barishte. Hardall. Atëherë për të prodhuar një infuzion, ti e di ç'është infuzioni. Patjetër, ç'është? Çaj. Infuzion të çaj, nuk e di. Po, atëherë jeni në kusht të shtëpia. Po, në kusht të shtëpia. Në balkon, në ditë si nesër, për shembull, që do bjerë shi. Po. Në një dorë mbajmë barishten, në dorën tjetër kapim një rufe. E kuptoj. Që shumë e bukur. Dhe I bashkojmë të dyja I gjysim në një kot. Kusht të shtëpie. Në kusht të shtëpie. Ky është infuzion. Po. Ky është infuzion. Nëse kur kap një raken u bi barishtja, s'është faji që jeni duar thar. E kuptoj. Edhe kjo qëndron edhe kjo. Domethënë duhet më u pagu dhe për këtë që the, me koste. Ose mirë do ishte. Mirë do ishte. Edhe kjo. Të lutem me dashur. Doktor, një pyetje pak personale. Sa vite studime keni bërë ju? Keni kryer? Apo numëroni për shembull videot që shihni në YouTube? Shiko, unë kam thënë, me 100 video në YouTube bëhesh ndihmës infermier. Me 200 bëhesh infermier me kohë të plotë. Me 300 video bëhesh kaposala. Kapo po. Shef infermier. Me 500 video bëhesh ndihmës mjek. Ndihmës mjek. Kjo është gjë mirë. Me 1000 video bëhesh mjek I përgjithshëm. Po. Me 1500 video bësh specialist dhe me 2000 video fillon delën për reklama të thua që pyetja që na bëhet më shpesh është Alvit na vjen dëm. Po si influencer sa duhet kesh video që ai përmbush gjithë, ai përmbyll ai vëvulën. Kjo është ekspertiza juaj. Jo, them kështu se e shoh, më kupton Gjoja thash po marr një. Shikoj, influenceri më thën drejtën. Se është më lart se doktori besoj. Që ta themi. Sepse është I njëjti që të shëron zemrën, po dhe të fryr dhe gomat e makinës. Po pra. Të këshillon edhe për kputucët që do blesh, por edhe për maçan që do konsumosh. Është I njëjti person. Po kam përshtypjen që me 100.000 followers e sipër bëhesh influencer dhe këtë numër e thash rastësisht. Ishte shumë e saktë. Ju lutem koleg. Jo, kam ndaj pyetje ndryshimi mes infermierit dhe ndihmës mjekut, cili është? 200 video. E kuptoj, qartë. Tani, a keni certifikat apo vetëm komente pozitive nga hallat? Shiko, certifikata kanë të gjithë, por hallat e tyre janë si shtriga. Të lutem, dërgjegja e programit thot certifikat. Të lutem pa çfarë. Shiko, shkruhet certifikat për Itali të vënë shkelvat nëse thuhet. Certifikat. Certo. Jo, unë studimin e kam bërë në Itali, pra videot e kam parë nga Italia. Atë latinishtën e ka gjuhën e pyetni për mirë. Atëherë, hallat e mia më kanë nxjerr namin dhe kanë thënë që nip si ky yni, po ka. Do I shtoni gjë tjetër apo të vazhdojmë me pyetësorin? Atëherë, a e shëroni edhe mendjen kritike apo vetëm ata që besojnë verbërisht? Wow, se interesante. Shiko, ky është, atëherë më vjen Elisa një ditë. Ajo Elisa? Furr Elisa. Po, e cila kishte ndryshuar. Më parë besonte verbërisht, tani ishte bërë mendje kritike. Por për një person që ka pa mbi 12.000 video, pra 6 herë doktor. Po. Duke filluar nga videot videot e ke parë të fushatës atëherë me atë bluzën e Gabit, deri te dogana. Qartë. Ti tash dërton një profil për njerëz nuk e dinë që ne nuk harrojmë. Pra mjekësia nuk harron. Nuk harron. Mora telefon hallën dhe thash hallo si t'ja bëj kësaj. Tha vetëm ata që besojnë verbërisht. E kuptova. Por hallën e pyete për gjëra të tjera? I thash hallo kemi një hall. Mirë. Po na e parë. Thashë ishte po ja shtojnë mamicën nga partia. Okej, e kuptova. Ajo nuk të përgjigj po të kishte halla? Po të kishte halla burr, goma, kishte do të thoni bicikletë. E kuptova. Është shumë e bukur. Tani un kam një pyetje që pak tingëllon pak keq, po nëse jo, absolutisht I vendi lirë. Nëse kura jote është sekrete, doktor, a është e tillë vetëm sepse nuk funksionon? Shiko, me thënë drejtën, gabimet e piktorëve varen mur. Gabimet e arkitektëve janë në përqendra e qytetës. Ndërsa gabimet e mjekëve I mbulon dhe jo. Vedi nëse po se ka I shkon domethënë. Fillon zërrejn pastaj. Zërrejn në ferr. Po. A ka ndonjë sëmundje që nuk e trajton ose të paktën nuk e ke arritur ta shpikësh akoma?
Kjo është interesante. Smundja e vetme që trajtoj do të është kur regjisorët flasin në telefon në transmetim. Është smundje, domethënë që ka regjisorët në moshë të mesme. Njoh një regjisore unë që në transmetim, domethënë flet në telefon. Flet gjithë smundje që i kap këto. Është karizmatike si regjisore, po është Karolina quhet, Karolina. Megjithatë, atëherë Karolina, në mëngjes Esëll. Në mëngjes Esëll. Do shikosh midis gishtave të këmbëve, ke disa si kakza. Jo, funksionon, nëse do. Po. Do ngjitesh më lart, edhe urdhë. Jemi live dhe ka njerëz që tash janë trafik. Dhe mirë që s'duron të trafikun. Mirë që ka filluar vapa. Po edhe i hahet. Po. Edhe i hahet, ai sa i qahet. Ti lutem tani. I pihet ai sa. Nëse mos i zëdhem të folje këtu. I ndihet. Eci. Mua më pëlqen ajo në pjetorën e vulur. Je shumë saktë dhe i gjithmonë në momentin, në kohën dhe në vendin e duhur. Mos vdeksha pa pas ndihmës mjeke. I dashur. Kur pacienti përmirësohet vetë. Se më ndodh për shkak që trupi reagon. A e merrni ju meritën apo universi? Jo, e merr Ledion Liço, sepse këtë pacient që shohët vetë e preferoj për Big Brother. Kuptoj. Sepse atje nuk lejohet smuresh. Si pusi që lahet vetë. Shiko, e kam thënë një herë këtë batut në Amerikë dhe që atëherë s'më fusin më jeni non grata. Totalisht. Nuk jeni vetmi, edhe Gena është. Tani është një pyetje shumë e drejtpërdrejtë. Sa kushton magjia jote, doktor, dhe a pranon pagesë me kosta? Atëherë, ka pagesë me koste për meshkuj, ka pagesë në natyrë për vajza 111 këtu në shahar. Kur s'ke lek në xhep. Po, qartë. Kjo është ide. Nëse ke edhe lek në xhep, në tjetër motel paguan të drekën ti. Edhe thonë që mjekët janë pak perversur. Ai është super mjek në shfat për naset që ka Shqipëria. E fundit pyetje drejtohet nga Egi. Okay, atëherë. Faleminderit për atë që më hape që i përkrajnë talentet e reja. A e përdor shkencën apo thjesht fjalë të vështira për të hutuar njerëzit? Shiko, nuk të beson njëri që je mjek nëse ti nuk përdor për shembull terma mjekësore. Acidi dezoksiribonukleik për shembull. Dakord? Ose acetil 4 fenolftalein pentilicilina. Kuptoj. Ja sa fjalë që ti kur doktor jam keq, doftes edhe pyetja çarmatose është sa vjeç je? Në këtë moment, megjithatë, duke qenë se jam bujar, un për çdo muaj jetë që të shtoj të marr vetëm 15.000 euro. Pra, nëse do të jetosh 6 muaj herë 15, 90.000 euro. Bravo, faleminderit. Dhe është bujar, është në horoskopi. Kushtë? Po, shemi për bujari është Begaj. Mbrini të qetë, në dëgjoni me vëmendje, merrni kohën tuaj, do të afrohem, do të prekësh. Jo. Okej, më thuj po s'ka asgjë keq. Super programi dhe thonë që me tash e them me grat. Të fluturoje qeli kare, ka frikse zove. Është modeli flokëve kare. Keni parasysh, Ballabox kare, qeli kare thot. O reptilian. Është emri i bukur me atë. Kina, do flasim për një vend kaq të vogël. Po. Nuk e ka shpikur ende një top me fuqi hipersonike. Jo. Po. Një video që ka marrë mbi 3000 pëlqime në Instagram pretendon. Stop, 2800 e kam dhënë unë. Bravo, stop. Bravo. 200 all gjithë bota. All together. Po. Pretendon se Kina ka shpikur një sistem testimi hipersonik i projektuar për të stimuluar shpejtësi që arrin disa herë shpejtësinë e zërit. Ka përrejnë dhe Kina? Se di me thënë drejtë, po këto se kur të qonë njeriu 150 vjeç kur takuaj i Kinës me Putin. Kështu që s'para rreng këto, megjithatë nesër. Le ta fusim këtë listë zi. Njeriu me top. Megjithatë, po. Të dhënat pamore sugjerojnë se video është e degeneruar. Me d të madhe, degeneruar nga programe kompjuterike të inteligjencës artificiale ose IA, që i themi ne. Ka aksione Murati këtu nesër. Njerëzit e paraqitur pranë topit. Bë mirë topit. Për topit çka ke? Lëvizin në mënyrë të çrregullt, madje. Si po ishin ata topa. Një liu me top. Një liu me top. Madje njëri nga këto topa, po themi duket si teleportret. Teleportret. Një pjesë kubike urdhra. Të lutem, ua. Ka asnjëherë fjalë nuk janë ashtu siç duken. Teleportohet, në kuptim teletransportohet. Duket sikur shkon diku tjetër. Po e tham teleportet. Ne tham telesport, si e tham? Teleportohet. Atëherë, një pjesë kubike e strukturës kërcen në mënyrë të pashpjegueshme në të njëjtën kohë me teleportimin, me që referuar pak më lart i dashur,
Shkurre tani, në plan të parë kanë një turbullirë dalluese tipike të përmbajtjeve. Po, e vërtet. Të gjeneruara tani, jo të degeneruara. Të gjeneruara me inteligjencën artificiale. Dhe është AI, jo IA. Ashtu, IA. Vet topi, duket i zbrazët pasi qellohet, gjë që është atipike për dizajnet e armëve të vërteta. Po jo, këtë se pranoj dot fare. Se. Po, do të shumë. Se është atipike. Papagalos. Në përqen që kjo është jugu i Kinës. Jugu, aty ku bëhet plazh bukur. Bukur. Nese, kaq kisha unë si informacion. Kam unë një thashë them tjetër. Edhe një këngë nga Kina nëse dëshiron. Patjetër. Gleta Thunberg. Kunti, falmo che te piace, ma delle kunti che famia e në ver. Jo. Te ka thënë zoti Ylli në parlament. Jo, është tjetër, është ajo taj na sin kaoto, so, ne no sensi kaota mia. Është fanse kjo aty. Një imazh që po qarkullon në rrjetet sociale, përfshirë ato shqipfolse, tregon si lënd të qetë këta shkretet astronaut të misionit hapësinor Artemis 2 në NASA. Dhe këta kanë qenë aty duke ngrënë banana. Krem, nga thojsh me. Imazhi ndahet si një moment pushimi njerëzor. Megjithëse ania ndodhet në anën e errët të hënës, por këto pamje nuk janë as pak të vërteta. Jo vetëm vërteta, po as këndshme. Bananet nuk kishin aty për të ngrënë, vazhdojnë. Si duhet merremi me pamundësitë e tyre? Ai më gjasa është krijuar me programet e inteligjencës artificiale. Of course. Me AI. Of course, my horse. Një numër elementësh të imazhit na bëjnë të ndyshojmë në vërtetësinë e tij. Për shembull, si fillim vëmë re kostumet portokallit e astronautëve. Pse duhet rrëmbenin ngjyrën e radios? Për shkak të Club FM-it, po. Këto kostume ngjyrë portokalli ndërkombëtare janë kostumet e fluturimit që astronautët mbajnë veshur gjatë lëshimit hapësinor dhe zbritjes. Goja. Kostumet të cilat funksionojnë si mini sisteme mbështetëse për jetën. Pra astronautët mund të jetojnë në to për 144 orë nëse është e nevojshme. E vërtetë është. Nuk ka arsye pse ata të kenë veshur këto kostume për të ngrënë banana. E kishin veshur vetëm. A di çfarë ndodh kur janë dy astronautë që mbajnë kostumet veshura? Për shembull, japin shej me syrit njëri tjetrit shtype dhe ai shtyp atë shkarkuesin se e ka bër ai brenda puta. Ja shtyp shoku. Që kuptoj. Se nuk flasin. Jo, me sy vetëm. Me sy se është fjalë turpi. Në këtë kuptim, mund të ketë njerëz hapësirë që dëgjojnë edhe. Ai përgjojnë. Dhe për këtë që ka ndo pak interes, domethënë, pamjet e vërteta të NASA-s aty jashtë. Do të vazhdojmë prapë. Apo ke akoma dashur? E turpshme. Jo, më dova se mbarove, thash po të respektoj. Mund të shtypësh pak sifonin kolegut? Ju lutem. Jo aty se më kam në shëndjesh. Jo, thjesht për ta ditur që në përgjithësi ata vishën me tesha shumë më të lehta, bluzat të bardha. Si puna ime për vinë në radio, po pra. Si Bob. Pra. I kam ditë goshi këto. Po kostumet e lehta. Ecim. Është i rrem pretendimi se dëgjimi mund të rikthehet pa marr parasysh shkakëtarët, po. Vetëm përmes një recete. Në një video është keq përdorur figura e mjekut të mirënjohur, drejtor të urgjencës kombëtare, Skënder Brataj. Po. Edhe e njohur. Videoja është degeneruar përmes inteligjencës artificiale. Madje, ose madje, nuk ka rëndësi. Doktor Brataj rrjedhshëm apo rrejshëm. Më na falni më. Mos tani po vej syze. Mos u fusni ka fas kaq shpejt se s'kam bëj gjë. Syze si ne. Paraqitet si specialisti i ORL-s. Në këtë video të manipuluar pretendohet se mjekësia ka fshehur të vërtetën mbi humbin e dëgjimit. Okej. Shikoj, në fakt e kemi pyetur doktor Bratajn dhe tha kisha një ditë lindje një ditë më parë kam. Okej, ja, është sqaruar pra. Djem është nxjerr jeta në program sepse për çdo fjalë, domethënë Greta i vinte pas një nga këto rimat e degeneruara. Jo, po është se ta thoj, nuk ndodhi program. ORL me çfarë rimon në këtë rast? Nuk jam në të njëjtën. Është në Merkur sot, jam në tjetër gjendje. ORL. Jo. Tani. Specialisti pra i ORL-s, doktor Melos Kelmenti, ka shpjeguar se nuk ka asnjë dëshmi shkencore, as edhe një dëshmi shkencore që lidh zhurmën e vesh me humbjen e kujtesës. Ndërsa specialisti tjetër, doktor Bardhyl Bërdynaj, theksoi se asnjë suplement apo recetë popullore nuk mund të rikthejë dëgjimin pas dëmtimeve të vërtetuara, sidomos ato neurosensoriale. Mirë thash i dashur? Neurosensoriale që kërkojnë aparate ose implante. Ka perenën dhe në këtë rast e hëngri doktor Skënderi, po. Cili është njeriu në jetën tënde që ti ja beson të vërtetën e plot pa u hezituar? Enkel Demi.
Lërë, nuk shpyetëm që e do ikim. Po them ikim. Ikim ta. Romeo na ka dërguar një mesazh domethënë për temën. Politika është si seksi, thotë. Të gjithë mendojnë se e bëjnë më mirë se të tjerët. Alo, përshëndetje. Stella. Përshëndetje, Stella. Apo për të më bërë qefin. Jo, nuk po të prisnim, po qefin ta bëjmë. Më qefin ta bëjmë ti Stella, më të yll. Ç'a thotë? Faleminderit. Mirë se erdhe. Faleminderit Eki. Eki, pse nuk e thon? Në greqisht është Eki. Duhet kemi që do shkronjat e forta, unë nuk i them. S'ka problem fare. Si jeti? Mirë fare, juve si keni qenë? Mirë, edhe neve ja këtu në transmetim të drejtë për sëteti. Po. Un po. Po koleku? Jo. Unë kam kohë që s'kam rast. Kreta po. Kreta është ishull me vetë. Kështu që ka. Në Greqi është e vërtet, në Greqi. Në Greqi, po. Ke pas rast apo të pyet? Në rast, për çfarë? Nuk është i përcaktuar. Mua pyetje tash un kam pas shumë raste. Ska ecur keq, jo. Faleminderit që interesohesh. Kjo është një përgjigje po. Ata un kam pasur raste, po s'ka shkuar ashtu siç. Vërtet, ose çfarë ka ndodhur? Po çfarë ka ndodhur me zemra? Po të doni, unë mund t'ju tregoj se çfarë kam me kë kam dalë dhe pse nuk është për që. S'kam për që. Po nëse ty të pëlqen ta ndash me ne, patjetër që po. Shërbetet tola me një inxhinier ndërtimi. Po. Tolën për Tark. Çdo që po shkonte shumë mirë, biseda qëra kështu. Disa erdhën makaronat. Ti çfarë bëri ky komari? Ky nisi të mas te kontin e pjersisë së spagetit me pirun, të them ta Stella. Kjo pjatanca ka një problem me statikën, dhe sikon kolapsin e salsës. Mbase gomar, s'mund tjetë, po mund tjetë, po themi, janë këto smundje profesionale. OCD, tipi fiksuar. Obsesivo kompulsiv. Më pëlqeu dhe kështu si kallap. Mirë, është tjetër gjë. Ishte një kishë të madh këmbë që dilten ka sandalet me rripa, dhe përmonte një këngë 45 gradë. Aha, po ti nuk është si antenë që kërkonte falet për radion e Kantierit. E kuptova, po nuk është se kishe një paranjohje më këtë thjesht ta kemi parë? Në fakt më prezantoi një kirurg plastik. Aha, okay. Dola me kirurgun plastik për paras. Ka del me kirurgun, po. Ai nuk më shikonte nga syri fare, nuk më shikonte në sy. Po pse? Kjo nuk është shenjë mirë nga të shihta. Te balli. Dhe në fund më tha, kemi një ofertë 2-1 në Botox të javë. Paska trajtuar çik kështu si. Ka frikë Botoxi, tash më shikon mua në ballë. E pash ata në pallet, disa Botox kishte në pall butalli. Ky inxhinieri? Kishte dot vetullat. Po mos ka qenë mbi mosh. Zakonisht kur vjen fatura ngrihen vetullat, ai se ngrin do ngriti veçin e majt. Domethënë iku si eksperiencë, nuk ja vleti. Nuk e di, ai ishte si të tili për darkë me një statuj tylli. Tylli. Paka shumë kartë djegur i thon. Por të martën dola me një programues IT. Pas ke goxha jetë intensive. Djali mirë ishte. Për drega për dark, më fal se po të pyes. Për branch. Branch po, shumë. Branch. Bravo. Unë nuk e di pse qeshni ju, po unë zakonisht e përdor. Jo, po e përdor gjithë planetin, kështu që janë rregull e dashur. Branch. Edhe si shkoi? Djali mirë ishte kështu, po kur i thash që më pëlqen natyra, ai tha çfarë rezolucioni. 4K, 8K. Sa i siklet që më Stella, më falë që po ta them. Kure përshëndeta, më tha error 404, keys not found. Pas ka pas e humor. Po nga ngjave kështu xhanëm. Branchi kot. E më mirë do ketë tjera, pa mos u mërzit, mos u dëshpro, do ketë marta tjera. Ke pas një takim tjetër se ka një gjë tjetër kështu dhe kështu si çun, domethënë kishte Spox. Spox. Procesi. Kishte kaq shumë sa duke sigur kishte instaluar një program të parë me supa. Pas ka bërë përshtypje, Ka një instruktor palestre. Tola të mata, tola. Dole dhe pra, këtu i kemi shpresat. Porositi vetëm ujë me limon dhe 5 kokra fest të sjera. Kishte marrë me fetën çep, e kishte fut mami. Dhe instruktorët deri 15 dumrojnë. Senator përsëritjet. S'ka disa i sheko. Patate mohoz, furi tuar të fyt se porosita patate. Jo Stella, kjo është fetfrasi metabolike kjo që po bën ti. Kishte një problem, ai kishte qafën më të qërë se koka. Garonte. Kokën portollohi me gjithë kështu, me gjithë karrike si ato të X Factor. E kuptova. Po kështu e pe pastaj më vonë si e kishte? Unë ndaj me ju gjëra serioze, domethënë po nëse po mos e kish kuptuar pyetjen është saktë. Të vogël. Si e kishte?
bicepsin, quadricepsin, supet, krarorin, pulpat, po pra kjo është mos u keq kupto. Kishtin e vogël kishte shumë të vogël. Ja, kishtin e vogël pas më shumë i referohemi penalitetit jam tha një tjetër. Dola para një 4 deri në 8 ditësh përpara. Sa pa mund tamam. Ky spisedonte ky. Ky domethënë ky bënte pyetje sikur isha në gjyq, në tëshmi. I thash ato talin prap. Ai tha, nuk mund ta konfirmoj pa konsultuar me klientin tim që në këtë rast është mami. Çun mami. Ai kupton. A ti trigon për shkakun të rregullojnë shokun tim Kelin, dalesh herë më atë? Në qoftë se po të fjalë për Kel temin. Po. Ndoshta mund të thosha një po të spehtë. Se mund të jetë një brunch, mund të jetë një piknik, mund të jetë një ku dëgjon një. E di pse se kam parë një herë me një gocë që nuk është se e kam shumë qef, me një fatiço. Me kiço. Jo, po s'ka, e ka shumë shoqë ata. Vështirë kemi nda. Nuk e di, po unë dalloj diçka tjetër. Këta të dy gatuajnë bashkë. Edhe nuk ka po vështirë. Edhe nuk intimiteti. Marina. Po. Dola me një arkitekt. Po, pas inxhinierit. Në fakt nuk dola, sepse më refusoi, tha hunda jote nuk është në simetri me kornizën e dritares së restorantit, tha nuk do ulemi dot. Të duhet rekonstruksion pasate, tha. Ti që ke shumë e veçantë. Po. Kishte me kvadrata kaq të vegjël sa që më mor mendja. Nuk ke faj domun. Për 2 minuta më doli jeta në 3T. Po, përveç daljeve, domethënë, jeta aktuale si shkon? E dia që do ma bëje këtë pyetje. Po. Atëre, pozicioni i preferuar është unë lart, ai në shtëpi të vet. Kolegu i referohet të leximit jashtë klase. Detyra që me një DJ. Me DJ. Çfarë emri kishte? Çdo fjali që bënte remix. Interesant. Unë i thash kur i tash më pëlqen Fera, po. Vera. Fer. Ai filloi Fera, drop the bass, Fera. Kishte flokët të lyre me kaq shumë çel sa që po të pinte të tërmend çdo gjë shembi ajo frisura ti do mbetej në ajër, pa shumë por. Deri tani, cila është kjo kategori që nuk keni dalë dashur? Në fakt nuk kam dalë me një agent imobiliar. Si ka mundsi? Por dola me kolegun e tij të zyrës, pra dhe ja. Doja dilja me atë tjetrin, por më thanë që është i zënë. Është i zënë. Është kej për biçit, është kej. Chelsea suksesit, Ki. Më duket mua apo je pak kështu përjashtuese, domethënë po shiko tash, më thuaj ti. A ti çam tha ky agent imobiliar? Më tha ke shtëpi kam. Sa me 3 katror, 68. Ta ndajmë ta në 3 Airbnb dhe japim me qira dhe fitojmë kaq, unë kaq. E kuptoj. Po ç'është ky? E çmeshme nga njëra anë, po nga ana tjetër vizionar. Ai mendon për të planifikuar. Vizionar, mua s'po duhet vizionar, mua më duhet një njeri në shtrat që të heq dorë nga frutat e mia. Atëherë mund ta keni ju problemin, fal se po tregojmë drejt për drejt. Jo. Mund ta keni. Jo, s'jam dakord. Po 8 lloj kategorish Stella bën ke unë çfarë të kam për tjekur. Po ti se ke kuptuar. Keli dhe ti e ke dhe e fejuar. Nuk ka rëndësi me firmën e martuar. Do dalim mirë bashk. Do dalim bashk? Ku të duash, kur të dua paguaj unë. Atë jo më s'ka problem se paguaj dhe unë s'prish punë fare. Rrim në kontakt dhe mbase nga mas 2 javë do dalim. Sa mirë bëra që mora. Dëgjoj, do hajm pranç nesër? Do t'i ham çfarë të duash ti, pa merak fare. Vetëm tani na duhet ta mbyllim se po shkojmë drejt fundit. Okej. Vura re që bën të jetë shëndetshme si Lady Gaga, absolutisht qipo. Me fruta, me gjëra. Cilat janë frutat e tua të preferuara? Atëherë, frutat më të mira janë ato që ti mund të ta lësh jashtë lirshëm si leti kaka. Kivi. Kumpullat. Kifi. Kumpullat, po. Karpusi, po.
ose rushi I njom. E qartë. Gjëra që kanë lëngë. E kuptoj. Gjëra që kanë lëngë. Mirë, faleminderit shumë. Edhe ananasi si të sharo. Ai lëng ka dhe. Faleminderit. Kalosh bukur Stella, edhe me Egin. Dhe e ke të presa. Patjetër, qellosh. Jo, mua. Se mos bash këngështar. Jo, më vjen keq. Ja këtu do të diskutojmë prapë kur dalim. Se kam të shmitar. Po të lutem, vjen keq. Kam Kreton, kam dhe Tom Cooken. Pa merak fare. Pa merak fare. Tom Kuka çake pali Kukan. Kushëri dytë. Po të fala. Gjithë mirat. I dashur me që ti ke. Bravo Egi, bravo. Edhe moshën e dur, duhet mbyllesh emisionin. Po unë s'e më të po na pret. Mund ta mbyllim emisionin pa lexuar mesazhin e Dorit. Atë mbyllet ti e dashur emisionin me Dori ka shkruar shumë herët, thot entuziazëm po, por Kelly ecën me parimin no romance without finance. Ka qenë një këngë e fundviteve 80. Dhe më tej ka një pyetje për ju kolegër, çfarë ndodh me astronautët meshkuj në mungesë të gravitetit nëse zhvishen tërësisht? Një antar një vot. Shumë interesante. Faleminderit për mesazhin. Faleminderit juve për pjesëmarrjen e jashtëzakonshme. Ishte dhe për sot Kap Arenën, ky program I cili prodhohet nga Club FM, bashkëpunim me Faktoj dhe mundsuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Kur të ardhshme, tash që mendoj kthehet me kokë poshtë, ato trumbullaktat larg. Po. Shi babi një zog. Kalofshi një super mbasdite dhe qëndroni me Radio Kombëtare Club FM. Kap Arenën është një prodhim I Radios Club FM me mbështetjen e Faktoje, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.